Të gjithë e bëjnë të njëjtin gabim. Ja se çfarë duhet bërë nëse ju pickon bleta ose grerza. Pas pickimit shfaqet një shenjë e kuqe në trup, enjtje, vështirësi në frymëmarrje, enjtje në zonat e fytyrës, të qafës dhe të gjitha këto paraqesin komplikacione serioze. Ditëve të ngrohta po i vjen koha dhe gjithashtu me ardhin e tyre vinë edhe insektet. Disa prej tyre janë bleta, grerza ose edhe insektet e tjera. Para së gjitha, është e rëndësishme të mos bëni panik. Pasojat varet nga vendi i pickimit. Në vendin e pickimit, dhimbja mund të jetë më e fortë dhe të krijojë kruajtje, edema. Konsiderohet se mund të ndodhë në zonën e organeve të ndryshme. Helmimi i bletës të grerzës ka efekte të forta irrituese lokale. Pas pickimit shfaqen edhe shenjat e kuqe në trup, enjtje e të tjera. Gjithashtu në këto zona mos e prekni me dorë. Ajo që duhet të bëni është të aplikoni menjëherë një pako të ftohtë, një rrjedhje uji të ftohtë ose një copë akulli në vendin e pickuar. Nëse bëhet fjala për thumbin e bletës, thumbi i bletës duhet të hiqet nga lëkura me anë të mprehtë të një piskatoreje ose edhe të thojit. Thumbi i insekteve të tjera largohet vetë.